Muaj dhjetor ka qenë i ngarkuar me viroza të shumta. Edhe fëmijë, edhe të rritur, edhe të moshuar, preken ose janë prekur në mënyrë të vazhdueshme. Në përgjithësi, çfarë mund të bëjmë? Më së shumti, zgjidhjen e kemi aty te sirtari i kuzhinës. Që do të thotë, erëzat që ne përdorim. Po. Gjinxheri, ajo qepa e kuqe, mjalti, po mund të shtojmë edhe atë hudhrën për shembull, që është një vrasës i fuqishëm i viruseve dhe i bakterjeve. Kemi edhe një përzierje tjetër. Unë e kam provuar, është e mrekullueshme dhe funksionon pothuajse tek çdo individ. Nëse marrim për shembull një qep të kuqe, plot me antioksidant, plot me probiotik, e gërshetojmë këtë ta grijmë së bashku për shembull me gjinxher 100-120 gram dhe këto të dyja i bëjmë si pelte. Shtojmë një lugë gjelle i amball të bluar, glikorizja, edhe kjo është e mrekullueshme, është e ëmbël, që e pëlqejnë edhe fëmijët, nuk është djegse dhe njëkohësisht kjo është edhe antivirusale. Po. Pra i përzijejmë këto dhe ndërkohë shtojmë edhe mjalt 5-6 lugë gjelle. Pra, kjo një mund të recetë konsumojmë nga një lugë çaj për fëmijët, nga një lugë supe për të rriturit.